për respekt ja të ne që kanë një atje. Ja bas zoti halal, bashkis, edhe njëta që janë mundu me në ndërtu. Se, a dash me marrë deknin i tu, e me qunë krah atje. Pra ndaj sët, ja bas zoti halal, njëta ne që kanë mundu për i këtë punë, edhe bashkis. Kjo është një investim mallor që bëhet për këtë komunitet si këtu, se ky komunitet ka vujt të 30 vjet për këtë rrugë, edhe kja ka një gjë domosdoshme, po më mirë që u bë se mos u bë kurrë. Falenderojmë kryetarin që kontriboi, Dom Rafaelin që se ka harru kurrëherë këtë investim. Shumë e vështirë, a kanë rrugë mës me 100 hallë me kalu. Ju lumë Zoti kërat. Jena të kënaqën shumë, e a kanë mirë prit banorët shumë këtë rrugë, edhe falenderojmë bashkinë Benet Becin, edhe administratorin e zonës që na kanë mundu për këtë zonë, për këtë vend, se kanë partë tonë to, jo bëf Zoti halal të tanëve. Falenderojmë Zoti e në rallën e parë dhe falenderojmë edhe të gjitha të banorët që me sakrificë, me lopat, me punë, me lek që kanë ardhuar për këtë rrugën, sot erdhi dita për ta përfunduar. Kjo është një ëndër që realizohet. Falenderojmë kryetari i bashkisë që ka bërë këtë mundësi për të pasur këtë mrekulli sot në vendin tonë. Janë bërë shumë investime këto 2 vite, jemi të kënaqur me investimet që janë bërë në njësinë vendore, por kërkesat e banorëve dhe nevoja për investime është shumë e madhe. Falenderojmë bashkinë për këto rrugë që janë shtruar me asfalt, janë 3 rrugë që janë shtruar. Është investuar shumë pak këto 30 vite, prandaj na lypset nevoja edhe e komunitetit në bashkëpunim që të kërkojmë sa më shumë investime për komunitetin e njësisë vendore Gurizi.